Dua të flas për naftën edhe një herë, edhe kësaj radhe ka edhe kontekst. E para mbi gjitha është iniciativa e Melonit, që uli akcizën me 25% për 20 ditë. I kushton diku ke 500 milionë euro. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që distributorët e rritën çmimin para se sa të ulej akciza, dhe praktikisht efekti ishte minimal. Ndërkohë që në krahun tjetër vetëm 60% e distributorëve raportohen që kanë ulur çmimin. 40% të tjerë jo. Dhe 11% e kanë rritur çmimin, gjë që çon të mendosh tregun. Dhe këtu tek tregu do doja që të theksoja që Pedro Sánchez, kryeministri socialist i Spanjës, do ndërmerr një iniciativë tjetër. Do të çojë në 10% tatim mbi vlerën e shtuar për naftën, gazin, benzinën, energjinë elektrike. Do t'i funksionojë? Nuk e di. Nuk e di sepse tek nafta, tek çmimi i saj, 10% është ekonomi, 90% është politik. E thot një prej njohësve më të mirë të tregut të energjisë dhe natyrisht fituesi i çmimit Pulitzer me botinat e tij. Tani, të vim te kjo Shqipëria jonë, ku për naftën po flasin të gjithë dhe të gjithë fokusohen tek taksat. E dini pse tek taksat? Sepse ne nuk kemi tregun. Sepse duhet mbrojtur ky model tregu që është abuziv, klientelist, i korruptuar. Dhe natyrisht, ka brenda tij dhe evazionet të mashëm fiskal. Por, kësaj radhe qendra profesionale e Altax dhe publikimi i saj Faktal, një qendër ekspertësh kjo, sjell vëmendje një fakt shumë interesant, që çmimi i naftës neto pa taksa, pra neto pa taksa, në këtë vend është më i lartë se sa në gjithë rajonin. Çmimi i naftës neto tek ne në Shqipëri është 0.984 euro. Në Malë të Zi 0.865 euro. Në Greqi 0.852 euro. Në Kosovë 0.793 euro. Në Serbi 0.710 euro. Në Maqedoninë e Veriut 0.670 euro. Pra ne kemi çmimin më të lartë neto, pra pasi kemi hequr taksat, vetëm lëngu na kushton shumë më shtrenjtë se sa në të gjitha vendet e rajonit. Çka ka ndodhur? Është modeli i tregut. Një model tregu që nuk është i lirë, nuk është konkurrues, e mbi gjitha është abuziv. Por i mbrojtur për shkak të klientelizmit, për shkak të korrupsionit dhe natyrisht për shkak të evazionit fiskal. Kjo është e vërtetë. Këto historitë me taksa, këto historitë me borde, që do të funksionojnë mbi bazë të këtij modeli, natyrisht nuk vlen. Në qoftë se nuk shëndet modeli